Edhe për ta mbyllë se të flasim patjetër, kjo temë shumë interesante dhe unë kam shumë për qejf. Problemi është që edhe tjetra është, ju e thatë në një farë mënyrë që vetë shoqëria jonë dhe pastaj që reflektohet dhe në atë që quhen elita, mendoj që ne në radhë parë nuk, sidomos mas viteve 90, ne nuk bëm një katarsis dhe një ballafaqim të hapët me njëri tjetrin. Pra, ne në 90-ën gënyem, u shfaqen si antikomunistë ato që i kishin shërby më keq regjimit, dhe ish bashkëpunëtorë të sigurimit, dhe kjo u mbulua, biles këta u përdorën, dhe këta pastaj morën gjithë kontrollin e medias, politikës dhe gjithë të kështu si. Prandaj janë këtë gjendje sot, se nuk janë liru, njeriu nuk ka, unë do të përmend një thënie të Jim Morrison, që thot, njeriu është i lirë vetëm kur hek frikën. Ashtu është. Pra, këto kanë frikën se mos i qisin dosjet, këto kanë frikën se mos i qisin bashkëpunimin me regjimin, në anën tjetër domethënë kemi një falsitet shoqëror që vazhdon dhe sot. Ne nuk jemi defekti më i madh i shoqërisë son, ne nuk jemi të sinqertë me njëri tjetrin për një marrëdhënie publike dhe shoqërore. Se nuk po them marrëdhëniet private, pastaj ç'bën njeriu. Për marrëdhëniet, biles duhet filloj që ka marrëdhënie private. Pra, problemi kur nuk je i sinqert, që unë qëndroj këtu, që qëndron këtu, dhe unë me Arben Andonin mund të kem divergjenca, po ulem dhe pi kafe. Dhe ne kjam me arrit në një falsitet që është bën e veri sot, komunist, antikomunist mas 35 vjetësh që do të ishe konsumu me kohë. Qartë. Dhe si vim ke ajo pastaj që del ky Alizoti dhe thot do t'ju ham gjallë. Dhe ja ku është ky pse s'del që t'i ha gjallë? Që ka një rezultat katastrof, e përmenda dhe sot mjes diku, që jam atë rezultat, ai normalisht duhet dorëzoj mandatin e deputetit. Unë nuk besoj që ai mund ta dorëzojë para që... Absolutisht, ai për këtë e bëri gjithë, po nuk kanë një gjë. Njeriu mund të bëjë dhe gabime, por do të ketë një raport vërtet me vetveten. Kur ti nuk ke një raport vërtet me vetveten për ta mbëllë këtë, kur ai thotë që unë jam antikomunist, unë jam sovranist, dhe i shërben një njeriu që ka qenë komunist 27 vjeç dhe nuk ka ndryshuar mendimin e tij, politik edhe sot, dhe një njeriu që thotë jam sovranist dhe shkon e krijon gjithë atë problem Shqipërisë me Belerin e tjera me detin e me këtë, si mund ta besojmë këtë njeri? Dhe pastaj mburrja me biografit, pastaj është një gjë që katastrofë, njeriu ka integritetin e vet. Ti je Arben Andoni, sepse Arben Andoni as nuk du me ditë se çka bo baba jot, si ka qenë baba jot, kush ka qenë baba jot. Njeriu që merr biografi tregoj që nuk ka gjë vet, nuk ka kriju personalitetin e vet. Biles lufta, më fal që e zgjata, lufta e brezave, vrasja e atit, është një nga gjërat më të bukura që ka bërë paktën një pjesë, se ne njihemi në lagje, kemi qenë një pjesë e generacionit ton. Ne vram atin fillim, mrena në shtëpi.